Ajo është një grua që prek me duar dritën e argjend dhe e shëndron në art. Në çdo fije të holl filigrani, ajo lë zemrën, durimin dhe historinë e brezave para saj. Mjeshtria e saj njihet larg, sepse në punimet që krijon shihen jo vetëm talenti dhe sektësia, por edhe shpirti i një artiste që di t'i jep jetë metaleve të ftohta. Në punishten e saj të vogël, ndër shkëlqimet argjenti, lindin motive tradicionale që marrin formë moderne, duke ruajtur njëkohësisht kujtesën dhe kulturën tonë. Çdo unas, varesa apo punimi i saj mban vulën e përkushtimit dhe zotërimit të një zanati të rrallë. Ajo nuk është një artiste e thjeshtë, ajo është mjeshtër që i ka dhënë emër filigranit dhe e ka ngritur atë në nivel arti. Kushdo që mban një prej krimeve të saj, mban me vete një pjesë nga bukuria, pasioni dhe drita e duarve të saj të arta. Përshëndetje Lina, mirë se erdhe në emisionin e mëngjesit 9:11, ndërsa ne sot do të bisedojmë rreth filigranit, pra rrugtimit tënd dhe teknikat si dhe sfidat e tua për realizimin e këtij, të them, zanati apo profesioni apo një art mirëfill. Përshëndetje. Përshëndetje Valdeta. Mirë se ju gjetë. Faleminderit për ftesën. Si keni nisur rrugtimin tuaj në artin e filigranit? Rrugtimin tim në artin e filigranit e kum fillua, isha në Qarshi, pash një piktur, kisha merakun ashtu, kur e pash, madje me kohë, mora pikturën në Qarshi, edhe kum marrë e kum prish pikturën, për ta mësu si do të shkon. Po ajo nuk iki ashtu si që mendova une, ta mësoj me njëherë. Mande me kohë, mora një kurs të vogël ashtu, për ta mësua filigranit, se kisha merakun ashtu. Edhe ati afër kishim një profesoresh e kësaj pune. Mande ati shkova, mora zanatin edhe fillova me ngadal. Fillimi ishte pak i vështirë. Mendoj se pikturat neve kur t'i shohim, thëmi janë gjithçka të lehta, po kur të punohet ajo do t'jetë e rëndë. Fillimi ishte e rëndë, me kohë u bon vite, tash gjithçka është më lehtë. Edhe me plot dashuri, çdo punë ku ta punojsh me dashuri, me vullnet, edhe ajo shkon më bukur të bë. Kush ju ka mësuar teknikën e parë dhe çfarë ju të rruqi drejt këtij zanati? Teknikën e parë të tregova si ishte profesoresha me këtë zanati. Andaj atëre edhe meraku im ishte ta mësoj, edhe më shtyni pikturat që i pëlqej, punën e dorës, do të thotë. Çdo pikturë që është me dorë, çdo punë që bëhet me dorë, unë i adhuroj ato, i pëlqej. Më intereson, Lina, sa kohë zgjat realizimi i një pjese të vogël të filigranit? Një pjesë e vogël e filigranit varet nga piktura, si çfarë është flutër apo done tjetër, mandej, por nëse është më e vështirë, shkon me 5 orë, 6 orë. Po nuk kam ashtu t'i daj orët, se kur të mundem punoj, kur së mundem e lëm. Mendoj se do një piktur shkon edhe 1-2. Do një piktur mund të jetë me 3 orë e vogël, të jetë me një kornizë të vogël, e 3 orë. A nëse është e madhe, A4 apo A3, ato i kanë format e veta, edhe ato kanë ma shumë punë. Edhe më varet se si është piktura. Disa janë më të rënda, po unë e punoj me dashuri, më duken atë shumë shpejt, edhe piktura e shqiponjës është ndër gjitha më e vështira, po atë që dua ta punoj, më duket më e lehta. Edhe punoj shumë shpejt edhe atë, me për 5 ore mbaroj. Cilat mjete dhe materiale bazë përdorni zakonisht? Çfarë i duhet? Gërshërë, ngjitësin, hamer. Hamër është
litër, si një fletor ashtu, pet sërmit punës dorës, në gjithës ajo. Po, Lina, ke ndonjë pjesë të procesit që kërkon më shumë durim të thuhet ose saktësi të jesh preciz në ato që e bën? Po, ka disa që duhet të jesh preciz, edhe mendoj janë diçka më të rënda, po gjithherë çdo punë që e punon duhet të koncentrimi i madh, po të disa piktura duhet më shumë t'i japish. Të pyes a punoni sipas porosive të personalizuara të them, apo kryesisht krijon sipas frymëzimit tuaj? Mendoj disa i bëj sipas frymëzimit tim, që kam dëshirë unë, disa sipas porosive si dojnë, po disa piktura flutura këta, mendoj bëj më shumë për qarshin. Në qarshi i jap, mandej ato më shumë më kërkojnë nga fluturat. Shumë pak, a kështu në online si ishes mes Facebookut apo Instagramit, apo njerëz që më njohin, individ që më njohin mua, edhe atëherë kërkojnë ndonjë tjetër, atëherë do ta punoj sipas ato që kam dëshirë. Po ky frymëzim nga vjen për dizajnet e tuaja? Ky frymëzim si fëmijë isha mera nga arti, nga vizatimet, nga punimet, po pak edhe mami jem, daja im, rreti im është ashtu që gjithë shkojna me këtë punë dore. Do të thotë edhe vajza e dytë këtë punim e ban vizaton mirë. Do të thotë pak trashëgimi e kena ashtu, pak edhe punën, që mirëm edhe kështu që. Po në punimet tuaja, keni motive tradicionale që i përdorni shpesh? Po, kemi disa kërkojnë qarshie, edhe i baj, po edhe nga individ ka që dojnë, dëshirojnë këta. Edhe atëre punojnë më rrallë, po më shumë të janë fluturat. Cila pjesë e këtij zanati është më e vështira për ju? Kur pikturoj ndonjë peisazh, ajo është më vështirë. A mendon se ky profesion vlerësohet mjaftueshëm sot këtu në vendin tonë? Mendoj nga ne, nga nacionaliteti jon, jo atë shumë, më rrallë. Nga ana tjetër, pala tjetër, më shumë e kërkojnë. Edhe nga vendet e huaja, turistët, kërkojnë shumë më shumë. Do të thotë, gjithë turistët më shumë e pëlqejnë këtë punë. Edhe shoh që vlerësohet shumë nga të huajt, neve pak më ndryshe. Nuk e vlerësojnë atë shumë, po prapë kemi. Ti punon kështu në projekte dhe mund të na veçosh ndonjë projekt që ju ka sfiduar veçanërisht, ju ka lënë bresa? Jo ashtu, s'kam. Si e shihni të ardhmen e filigranit në vendin tonë, Lina? Në vendin tonë mendoj se unë e shoh që nga 15 vite, 16 janë bërë që punoj. Mendoj edhe më parë kishte po tash të më shumë kërkojnë. Besoj se vlerësohet më shumë, se e shoh sa bëhet shitja në qarshi apo unë sa shes, e për atë mund të them që shitet edhe vlerësohet. Po si mendon, a keni plane, për shembull në kokën tuaj që të thoni që ti mësoni të rinj tuaj, jepni këtë art, këtë zanat, si thuhet, të mirëfillt? Shif tash të tregoj, vajzat e mia vetëm e kanë këtë zanat. Një nuse vllau e kam edhe asaj kumdisht, po me kohë do ta merr edhe ajo, po nëse dikush dëshiron, unë jam ajo që siç e kisha dëshirë unë, person që e don e kërkon këtë punë,
do t'ja kisha dhënë të ardhmen rinjes, po shoh rinia nuk e don shumë punën e dorës. Nuk e don asnjë punë, pak është më vështirë ta kapin rinia, po mendoj kush ka merakun do t'ja plotësoj dëshirën, do t'ja jap zanatin, nëse kanë interes. Dhe për në fund një pyetje, cili është projekti juaj ëndrave që do kishi dashur ta realizoni më herët? Njeriu sa të jeton mendon gjithçka, po koha, puna, jeta, familja ndalon ndonjëherë diçka, po mendoj se tash nga filigrani kam dëshirë edhe një farë punimi është tjetër. Ajo është nga guacat e detit. Ajo është shumë e bukur, shumë bëhet shitje, po vetëm jo shitja. Mu më intereson motivi si vjen edhe atë që kam dëshirë dua ta kap edhe atë punë tashti. Mendoj për fund edhe atë ta realizoj. Edhe atë do t'ja vloj fëmijëve, se është një punë shumë e bukur. Edhe filigrani është, vetëm ajo është ende më e bukur se filigrani. Të faleminderit Lina që ishe pjesë e emisionit tonë të mëngjesit, të urojmë suksese dhe shpresoj se kjo ëndra e yte dhe të bëhet realitet. Faleminderit, ju përshëndes edhe unë, faleminderit për ftesën. Ndjej kënaqësi që ishim bashkë me ju.